të kryekomandantit të ushtrisë qëndrore të Kosovës, të burgosur politik bashkëveprimtar për çështjen kombëtare, jo vetëm luftën e fundit, por edhe përtej saj, të nderuar deputet të pranishëm, të nderuar përfaqësues të institucioneve të pranishëm që jeni këtu, kur e lexova Akademi Përkujtimore kushtuar herojve të Kosovës, heroinave të Kosovës dhe bashkëshorteve të tyre, të cilët ranë heroikisht në altarin e lirisht, nisa me mendu se cilat emrat luftës fundit dhe përgjatë historisë do t'i përmendi si burr e grua që luftuan e u flijuan për më shtretin liri. Nisa të udhtoj në histori e të vi drejt luftës lavdishme të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Aq shumë emra e shembuj më ranë ndërmend, sa që mendova se si është e mundur që një popull kaq i vogël të gjen veten në secilën vlerë të paraparë. Tek një popull kaq i vogël gjen emra e vepra që vështirë i gjen edhe tek popujt më të mëdhej për gjatë historisë të botës. Nëse përmendim mbretin Agran, pa shpang shumë të bie ndërmend edhe mbretëresha Teut. Shumë familje në Kosovë sot në shtëpitë e tyre i kanë djemt dhe vajzat me 2 emra. Kur përmendim Azem Galicën, në sfond dhe në mendjen tonë në shfaqet Qerime Radisheva, gruaja e patriotit Drenicas Shote Galica. Në shfaqet ajo fotografia ikonike ku Azemi me mustaqet në plis, në kokë me koburë në brez rri krenar krah gruas së tij Shotës, e cila ja mban dorën në shpatën e majt, ndërsa në kokë mban plisin e në brez me krenari e mban armën. Kush e di sa qindra herë të dy e kanë shikuar në sy njëri tjetrin, burr e grua, duke u menduar se ata janë momentet e fundit të jetës së tyre, për shkak të luftës së pashembull ndaj secilit pushtues, ndaj serbëve më së shumti, kuptohet. Udhtojmë në histori, gati 1 shekull më vonë, populli shqiptar do të nxjerrë prap Azema e Shote Galica. Si kuror mbi gjitha historitë dhe sakrificave qëndron historia e Zahide e Shaban Jasharit. Zahide Geci, cila është nga fshati Laush, u martua me Shaban Jasharin në Prekaz. 2 fshatra në fakt të njohur për rezistencën ndaj pushtuesve. Të dy kanë krijuar familjen e madhe Jashari. UÇK, ideali për luftë, shembulli i sakrificës, frymëzimin për luftë e rezistencë, gjithçka, çdo fjalë që mund thuhet për virtytet që e sollën lirinë tonë, na i sjell në mendjen tonë patjetër familjen Jashari. Shaban Murat Jashari bashkë me Zahide Jasharin ranë dëshmor me 5, 6 dhe 7 mars, në mesin e gjithsej 59 dëshmorëve që ranë atë ditë. Bashkë me ta edhe Zarife Jashari, bashkëshorti Arifatit, i cili sot është gjallë, por që kishte qenë pjesë e rezistencës me armë në rrethimet e mëparshme nga forcat serbe. Në Prekaz, në rezistencën e 98-ës, ranë Hamz Shaban Jashari bashkë me bashkëshorten Feride Jashari, si dhe kryekomandantin Adem Jashari me bashkëshorten Adilen. Në shtator të vitit 98, ranë heroikisht komandanti i ushtrisë qërimtare të Kosovës, Femil Ladrovci, bashkë me bashkëshorten Gjeve Ladrovcin, po ashtu njëra ndër luftarët e para të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Të dy ishin të pandarë në jetën personale, por edhe në aktivitetet e tyre për organizimin e luftës qërimtare, me armë në duar në malet e Drenicës. Në dhjetor të vitit 98, bashkë me komandant Kapuqin Muj Krasniqin, në mesin e 40 ushtarëve të rënë për liri, ishin edhe Luljeta Shala, ushtare e ushtrisë qërimtare të Kosovës, i cila ishte vetëm 21 vjeçare dhe i dashuri i saj Hysen Buju Pajluani. Kemi qindra histori të ngjashme, ndërto edhe ato të Hanumshahet e Fik Zymerit, që ranë heroikisht së bashku me armë në dorë në rrethin e Zhëgovcit të Gjilanit. E kemi dhe familjen heroike Haradinaj nga Glozhani dhe shembullin e pashosht të Hilmi dhe Rruge Haradinaj, të cilit i dhanë UÇK-s djemt dhe vajzat dhe të bashku me ta luftuan dhe rezistuan me armë në dorë. Historia jonë, tradita jonë si kamp, është shumë e pasur. Aq e pasur se na kanë lakmi dhe popujt më të mëdhej e më të përparuar. Neve na mbetet mos harrojmë historinë tonë të dashur qytetarë. Ti kultivojmë vlerat e mira që i kemi si shoqëri, si familje tradicionale shqiptare. Qindra mia shembuj për gjatë ekzistencës tonë na risjellin në kujtesën tonë heroina të Kosovës, të cilat luftuan, sakrifikuan dhe u flijuan bashkë me bashkëshortet e tyre për lirinë tonë.
Nënat dhe baballarët tanë na kanë përcjell vlerat më të mira, më të çmuara nga paraardhësit tanë, të cilët nuk lejuan që të shuhemi si komb përballë fuqive gjakatare e të etur për gjakun e tokën tonë. Lavdi martirëve dhe dëshmorëve në çdo etapë të historisë tonë, lavdi gjithë të rënë për liri. Të nderuar, tani ftoj zonjën Selvete Krasniqi Hajrullahu, motra e heroinës së kombit Gjev Ladrovcit, që të marrë fjalën. Përshëndetje për të gjithë të pranishëm. Më falni, nuk kam përgatitur letër të shkruaj. Do të flas para juve me gjuhën e zemrës dhe të shpirtit. Përshëndes të gjitha shoqatat e dala nga lufta, e ushtrisë shërimtare të Kosovës, që është idoli i jetës dhe veprës të gjithëve atyre që kanë i pikgjakun ndaj të tyre. Përshëndes kryetarin e komunës, të përkëzoj për këtë akademi, ministri i nderuar, të përshëndes, të rejtë të gjitha të mirat, unë kam pas fatin e kam njoftur edhe babajnë edhe nënën tënde. Për mua kanë qenë model edhe ideal i jetësime, punës, veprës dhe kontributit të. Kështu që e di që jena të rrugë, e di që jena të hartë, e ideali tyre do të lërzoj, do të hecë si gjithë vëllezër dhe motra tjere. Përshëndes të gjithë të pranishmit, përshëndes një përshëndetje të veçantë për familjet e dëshmorëve. E di që keni dhimbje në zemër dhe në shpirt. Thojnë, të gjithë që në rrethojnë, dim që është dhimbje me mburje me krenari, po për neve familjarët është dhimbje zemrës dhe shpirtit. Ajo bish barbare në kalon plagë të rëndë në trup, në shpirt, por edhe në këtë tokë. Por, këta kemi fatin si këta. Uroj që çdo pikë gjakut që është derë në këtë tokë, që çdo pllam është të larë, me gjakun e vëllezërve, baballarëve, gjyshërës të gjyshëve tanë, si që thanë para parësit me zuat i përsëris, të lërzoj dhe mos të harrojmë asë njerin nga ne, dhe se cilin nga ne që është në këtë salë, edhe në çdo plan të toka shqiptare, ku të qëfshin, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, Qameri, në Malzi, që është tokë shqiptare, por të coptuar dhe të glabëruar nga armisht, se të vetëm në synim kanë pasur glabërimin e tokave tona. Kush një plan be kush dy plan, kush më shumë e kush më pak. Por unë uroj edhe shpresoj dhe çdo ditë jetoj me atë shpresën. Tham, paqim fatin e tyre të punojmë, të angazhohemi dhe pikërisht edhe sugjerimin edhe pikën e fundit në mënyrë ose mënyrën tjetër të japim për vendin, për popullin dhe padhën. Familje veçantë shkan për familjen e Bacësadem, për familjen e Jasharve. Unë s'di pse lodhe njerëzit shkojnë në qabe haxhi. Kur qabja haxhi e Mekë për neve në Kosovë, është pikërisht prekazi. Kështu që ju familjet e dëshmorëve, ndere lavdi paqe për jetë. Por një gjë nuk duhet të harrojmë, sidomos për secilin nga ne, secilin institucion, secilin vend, duhet të mendojmë dhe amanetin e dëshmorëve të çojmë në vend. Deri sa nuk e çojmë amanetin e dëshmorëve në vend, që ata të prejnë të qetë në gjirin e tokës, e ne të prejmë të qetë mbi këtë tokë të larë, të vujtër dhe stërvujtër. Por, ju nëna që jeni përballë meje, me duart e juve që keni dhënë bukë, i keni ushqyer vëllezërit motra tëne, qofshin të bekuara dhe të praruarat, jeni modeli, nga buka juaj o bën bukë frymëzimi brez pas brezi. Një kokë me në qërthat, një popull nëse harran të kaluarën kur s'ka të ardhme të ndritur. Por, vetëm një gjë, nuk duhet të harrojmë. Shumë mirë tha i nderuar kryetar. Duhet jemi ballhapër dhe krenar, jemi bie dhe bija të kësaj tukës. Nuk duhet të harrojmë as një moment. S'duhet bëhemi as Amerikan, as Gjerman, as Italian, as Grek, por të mburëm dhe të krenohemi që jemi shqiptar bie dhe bija të kësaj tuke.
E kemi obligim pra, kemi përgjithësi. Po përgjithësinë më të madhe e kemi amanetin e dëshmuar me të qëmë ben. Por brezi i ri, ne kemi obligim të edukojmë brezin e ri mirë dhe drejt. Ndërsa brezi i ri, ju qeni përballë meje, ju jeni fëmijë. Unë kom pas fatin, jam nën e 4 fëmijëve. Mirë po, plakt e trupit dhe shpirtit tanë, të mijat edhe t'ju e thash, dhe të flas nga zemra dhe nga shpirti. Që ajo bish barbare në e kalen, në shëruen vetëm kur të në mbulon dhe ju. Unë e pata fatin u bëra nën, i kam lindur 4 fëmijë. Ndërsa dhe da gjev ju, nuk pat fatin të lindë të fëmijë. Por ai me një mënyrë se mënyrën tjetër ishte nën, se nënën avdiqeret e da gjev në rriti pra. Me mënyrën e me mundësin më të mirë të mundshme, me idealin më të lartë, me sakrificat më të mëdhaja, vetëm e vetëm që jemi shërbys dhe bijat e denjta të kësaj tuke. Nda ju brezëri që jeni këtu, jeni bitë nëna shqiptare. Nuk është më rëndësi tani ku jem, ku jetojmë. Mbi rëndësi jeni gjenerata me fatlume. Jeni gjenerata me fatlume se kini linë, por rritin e liri. Ka gjë me të mirë se sa liria? Nuk ka. Ka me të rëndë se sa tjetash, të linë, tjetash në robri? Nuk ka. Robria është gjë me keqe. Pra jeni gjenerat fatlume. E si brezi ri, pikërisht dhe të thëtë, si gjenerat e ri, keni obligim, por rrugën kryesore keni mësimin. Asgjë tjetër, se vetëm përmes mësimit mund të arritni qëllimet e juaja, mund i bëni zë të vetvetes, të familjes, të popullit të atë dheu. Bacifika thë, por një gjë s'do të harrojmë asnjë. Atë dheu është mbi të gjitha dhe gjithçka për atë dheuna. Të gjitha janë mbrapa. Atë dheu është mbi gjitha. Një kokë mençur thët, kokër gruri, kokër misri të orejnë, gjërsa kumbit, gjërsa shqipës e shërbin. Pra mos harrojmë asgjë edhe këte që kemi në trup, së të ta marrim me veti. Lom aj që lën të miren, po në shërbim popullit të atë dhejut. E mallkuf tuka se cilin nga te që nuk mendon për popullit për atë dhej, nuk mendon për familjen e madhe shqiptare. Më rëndësirë që shkaun se kem, tani jem të gjithë të lindur nga nënat dhe baballarët shqiptarë. Po duhet jemi grusht edhe unik, të jemi ombrellën njëri tjetrit, por mbi të gjitha amanetin e dëshmuarve ta çojmë në vend. Faleminderit, qofshit nderuar me të respektuar për jetë ju dhe familjet e juaja. Faleminderit zonja Krasniqi Hajrollahu për këtë fjalim të ndjeshëm dhe emocionues. Në emër të shoqatave të dala nga lufta e UÇK-s Dega në Shtime, ftoj zotëri Muhamet Bilalin që të marrë fjalën. Qka do të flitit kur para forcët i thënë të gjitha? Është privilegj të marrë fjallën, po është edhe përgjithësi shumë e madhe. Ti është para këtyne burrave, para djallit të madhit profesor Kushenjoti, para familje dëshmorëve që dhanë gjithë shka, i nderuri kryetar komunës, minister, policia Kosovës, bashkësia Islame e Shtimës, Mulla Skënder, Mulla Is, kryetari Lidhjes Demokratike Dega në Shtime, motrat e Gjej Vlladrovcit, Selvia Shqipe, Ali Gubetini, ju përpasus nga Gjilani, Peja, Ketë Kosova, Sinan Lega. Ko ka shumë randë flitit. Para këtyne mirë, po me gjitha ta, ju falenderoj dhe ju përgëzoj që këni marrë pjesë. Nasi shoqate familje dëshmorëve Dega në Shtime, qysh ka herë kena mendu të abojmë një të bëmë tillë për bashkëshortë edhe heroinat që dhanë gjithë shka. Falenderoj përzemërsisht veteranën dhe motrën e dëshmorit
Dymerie Salije, që e thej dhe sot protokollin se aja ishte për të dalë në emën shoqata dona për luftës, se ishte veterane edhe motra dëshmorit. Edhe boni shumë, si për këtë akademi u angazhu shumë, mirë po qysha dhe maheret, kur ishte në shoqat, mor iniciativë që të bëhat edhe muzeu i dëshmorëve të që kësë që sot në shtime për i muzeu më të parve. Dymerie e këthy i ti, se je konë ti për me dalë, po falmirës për i teje që i tha nuk dalë para teje. Sot në këtë akademi përkujtimore, përkujtojmë heroinat, me herojt e kombit që kanë rënë, për të mos vdekur kur, sepse liria e kombëve është e pavdekshme. Heroinat e kombit janë bërë pjesë e krenarisë sonë kombëtare, janë bërë pjesë e ndërgjegjes sonë historike, sepse lufta dhe rënja e tyre ishte ideali që kishte organizuar lufta e ushtrisë tinimtare të Kosovës në krye me komandantin legjendar Adem Jasharin. Janë bërë pjesë e mësimit të madh të historisë sonë, se asë një vend nuk e ka fituar lirien, as me luftje, as me tavolina të konferenca paqësore, as me durime e shtrirje qafe. Liria fituat vetëm kur ja kthen pushkën armikut në tokave të pushtuara dhe derdhët gjaku për të ardhmen e saj. Prandaj, gjaku i herojve dhe heroinjave të kombit është rruga e vetme për të ardhur te liria. Lufta e ushtrisë tinimtare të Kosovës ishte luftë më e pastër, më e drejtë, më lavdishme e shqiptarëve të këtyre pjesëve të coptuara të Adheut. Në këtë luftë shtirimtare, pas më shumë se një shekëll robëri, është çliruar një pjesë e madhe e Adheut. Për shtirimin e kësaj pjese të Adheut, për lirinë e tokave shqiptare, duhej dhe gjaku i heronjve dhe heroinave që po i përkujtojmë sot. Herojt e heroinat e kombit tanë ranë për lirinë e Kosovës që të bëhen pjesë e Adheut. Pa lirinë e Kosovës nuk ka bashkim kombëtar. Lavdi gjithë dëshmorëve, kudo dhe kurdo që kanë rënë për bashkim kombëtar. Gjithandej. Faleminderit zotri Bilali. Në vazhdim do ta lexoj një letër të dërguar nga fëmijët e heronjve Tefik dhe Hanum Shahe Zymeri, djella e Adveu. Përshëndetje. Osa do të ishim të lumtur të ishim në mesin e këtyre familjarve. Ne që u rritëm me vllaun duke ëndruar për prindrit tanë. Mirë po nën na u bë Iqbalja dhe bab Bajrami, që na rritën duke munduar të mos ndjejmë mungesën e prindërve. I përshëndes me zemër dhe të gjithëve juve që jeni në këtë akademi. Nuk e kam menduar kur që mbahet një akademi e këtij lloji. I përgëzoj iniciatorët. E dashura dhe i dashuri juaj, djella e Adveu, të bitë e herojit dhe heroinës Tefik e Hanum Shahe Zymeri. Lavdi dëshmorëve. Të nderuar të pranishëm, Komuna e Shtimes dhe shoqata e familjeve të dëshmorëve Dega në Shtime do të ndajë mirënjohje për të nderuar heroinat e Kosovës, të cilat flijuan jetën për lirinë e vendit tonë. Për të ndarë këto mirënjohje, ftoj në skenë kryetarin zotri Qemail Aliun, ministrin zotri Andin Hoti, ftoj zonjën Demrije Salihaj, veterane e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe motër e dëshmorit, dhe zotri Muhamet Bilalin nga shoqata e familjeve të dëshmorëve Dega në Shtime. Fillimisht, do të ndahen mirënjohje për heroinat dhe bashkëshortët e tyre, të cilat as lufta nuk i ndau dhe ranë heroikisht për çlirimin e Kosovës. Ftoj një përfaqësues të familjes Jashari që të marrë mirënjohjet për heroinat dhe dëshmorët e familjes Jashari. Të nderuar
Me që nuk është I pranishëm ndonjë antar prej familjeve jashari me sa e shohim, ne do të kujdesemi që të gjitha mirënjohjet që ndahen ditën e sotme t'u dorëzojmë familjeve të tyre. Atëherë, ftoj një përfaqësues të familjes Ladrovci që të marrë mirënjohjen për Gjevën dhe Fehmi Ladrovcin. Ftoj një përfaqësues të familjes Zymeri që të marrë mirënjohje për Hanum Shahe dhe Tefik Zymerin. Ftoj një përfaqësues të familjes Shala dhe Bujupaj që të marrë mirënjohje për Luljeta Shala dhe Hysen Bujupaj. Tani ndojmë mirënjohjet për dëshmoret heroinat e kombit Kosovës. Ftoj një përfaqësues të familjes së Njom Zalipaj të marrë mirënjohje. Ftojmë një përfaqësues të familjes së Aza Ibrahimaj të marrë mirënjohjen. Ftoj një përfaqësues të familjes së Mukadeze Lika Muhaxheri të marrë mirënjohjen. Ftoj një përfaqësues të familjes së Lumnie Raka të marrë mirënjohjen. Ftojmë përfaqësuesen e familjes së Emshale Frangut të marrë mirënjohjen. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së Hanum Shahe Mujota të marrë mirënjohjen. Ftojmë përfaqësuesen e familjes së heroinës Hyre Emini të marrë mirënjohjen. Ftojmë një përfaqësues të familjes së Fatime Bazaj të marrë mirënjohjen. Ftojmë përfaqësuesen e familjes së Fatime Hetemit të marrë mirënjohjen. Ftojmë një përfaqësues të familjes së Mervete Maksuti të marrë mirënjohje. Ftojmë një përfaqësues të familjes së Jehuna Raka të marrë mirënjohje. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së Ylka Domit të marrë mirënjohjen. Ftojmë përfaqësues e familjes së Zylfije Gashit të marrë mirënjohjen.
Ftojmë një përfaqësues së familjes së Ganimetit Xhelanit të marrë mirënjohjen. Ftoj një përfaqësues të familjes së Antigona Fazliut të marrë mirënjohjen. Ftojmë një përfaqësues të familjes së Tone Husaj të marrë mirënjohjen. Të nderuar të pranishëm, ju falenderojmë për prezencën tuaj. Lavdi për gjithë dëshmorët e kombit, respekt e përjetësisht mirënjohje për heroizmin deri në flijim për lirinë e Kosovës. Faleminderit.